di se çfarë po duar troket publiku këtu në studio, po besoj është një klip që nuk meriton asnjë lloj duar trokitje. Sidoqoftë, Eugene, po e nis me ty. Nuk është se kam ndonjë gjë të re për të shtuar. Unë thjesht si për shaka e nisa, nuk e di as më mori mendja fare që do merrte ato lloj për masash. Keq unë ndjeva dhe shumë në moment, po besoj se e sqaruam. Gjithsesi unë faljen time ja kërkova, shpresoj të më ketë falur sinqerisht. Me thënë të drejtën, vetëmi peng që kam unë në këtë rast është që e prisja dhe unë një më falë mbrapsht. Po gjithsesi, në qoftë se e ka ndjerë, përderisa se ka ndjerë, nuk është ndonjë gjë e madhe. Një më falë nga Iliri që nuk ka ardhur. Po, domethënë edhe ai qoftë ai për reagimin, se unë i thash më fal nga ana ime për atë që ndodhi, ja sqarova që unë nuk e kisha tendencioze, ndoshta mund të më thosh edhe Iliri, më fal edhe ti mua për reagimin. Ndoshta. Ilir? S'ka mos i koment, ajo ishte poshtëruese për mua kaq. Pra ishte poshtëruese vetëm për ty, po thua? Po. Sepse kjo lojë bëhet në Korçë, ky e di shumë mirë, edhe unë mendova që ky do ketë pikur ndonjëri, çfarë pikë do ka Vrenozi, edhe e tha. Ky tha jo, është rastësi. Okej. E sqaruam. Vetëm në Korçë, Ilir, se unë këtë lojë kam bërë edhe në Tiranë. E po tallu me ata, tash se do ta fillojmë prapë nga fillimi. Tallu me shokët tend ose me president, jo me mua. Po ke më mirë në rregull po. Po jo, tallu me të unë as unë respektova, të bëqafova. Kjo është poshtëruese po të them. O Ilir, po këtë e sqaruam një. Jo, po ju më pse po më pyet. Të thash më fal. Se po më pyet Legionin prandaj. Po thot një këtë gjë. Po më se do të falun nga mua. S'ma kërkove të falun nga mua. Ashtu sa kërkova të falun. Merrem se ti e ndjeve të më kërkojnë të falun mua, ma kërkove. Po, unë se ndjeva. Ndoshta edhe ti nuk e ndjeva të kërkojnë të falur ty. Okej, po se ke ndjerë është okej. Po se ke ndjerë është okej. Ti e ndjeve, erëm se. Po. Jo, nuk e detyroj dot ora. Pra, Ilir, ti thuaj që unë... Kushta që e detyrojmë? Jo, nuk e detyroj dot, jo, thash, e prisja unë, nuk thash, hajde ma thuaj. Stine? S'kam koment, farë. Jo, po bërë një koment që po i thua Eugene. Jo, që nuk ja detyron dot, qëse nuk ta ka këthy atë faljen. A do ta ndjej, po se bëri... As po ja kërkoj, më vlau, nuk po ja kërkoj, se po t'ja kërkoja do i kisha thënë moment, më kërko dhe ti të falur për reagimin, për sharjen. Është okej. Ati që kishin vënë me pika. Okej, Ilir, atë duket normal reagimi yt për karshi, jo vetëm Eugene. Të fash më fal, Eugene që ta kuptoj. Atë duket normal reagimi yt të falur publikut der më gjunjë, publikut, kuze këtio. Edhe një të të bashkëtoj. Angelo. Do t'i kërkoj falje jo vetëm Eugene-it, po të gjithë atyre që ishin pranishëm këtu në radh parë që e përjetuan shumë keq atë gjën, dhe që patën pasojë më mbrapa, detyruam që qetësoheshim me gjithçka me radhë, do t'i thotë edhe faleminderit gjithë. Po ti pse bashkëpunove me këtë ti skuf? Faleminderit Se mua. ti je skuf. Faleminderit. Edhe ky skuf. Gjithë atyre që Ti pse bashkëpunove ti? Sepse ti ne këtu ti del me zarvzi. Ti del me zarvzi. Se edhe para 20 minuta që patë skenën tjetër. Un po i jap që fillim aty më. Ti mbarove ajo do i ke marrë parasysh që është gabimin tim ka shumë situata të tilla. Profesor. Po profesor. Me mua nuk tallesh dot. Me mua nuk tallesh dot. Faleminderit të gjithëve. Me mua nuk tallesh dot ti. Se ti bën ti sa fillove me mirë, okay, mendoj. Ti tani dencës dua të ik vet. Do ikësh po mos të mbajmë ne. Kështu që faleminderit dhe më fal gjithëve këtu. Në rregull. Ti mban mua. Gjithë ke marrësh. Ti më gjithë ne këtu të mbajmë. Po se çfarë po thoje? Angela, të mundohet të mojnë vetin edhe Kristina me ke merrën, se s'ka nevojt me mojt Ilirin, po gjithë dojnë mu viktimizu. Si Kristi, si Angelo, si Gjodi, si Brigena, janë bërë dhe personajë, janë bërë janë samë dhe viktimizimit, që për shdo gjatë me fitu votat e publikut, ose vëmene e publikut, vetëm me viktimizim. Pra, në këtë rast i thuaj që Eugene dhe Angelo janë duke u viktimizuar? Për të në gjonët, që... Jo, po flasim për rastin konkret. E kuptoj që marrëdhënia jote me ta është e tillë që kërkon ta përgjigjësosh situatën, po në këtë rast konkret, reagimi i Ilirit ty të duket normal?
një reagim, sepse nuk është edhe normal ngacmimi që i bën Gjurgjini Ilirit. Batutën mundesh me anëzjerë Ilirit në forma tjera, pa është një tallje, dhe me thënë një ironi shumë e ulët. Unë të shova se edhe ishte një koincidencë me Ilirin që e kishte këtë ngacmimin i llim të shumë kjo pjesa. A mendon ti, Steno, se Iliri ka bërë gjëra të ngjashme, emra për dikë tjetër, ngacmime për dikë tjetër aty brenda? Unë desha më falë me sëruj këtë pjesë. Rastisht ishim të dy një mendim me Ilirin si ka mundësi që në kush prej kurqet i ka thënë në i fjallë që me ngacmu, edhe mu më shkajnë mend, e kena diskutua dhe në shpi 2-3 herë. Kjo ishte një ngacmim që i bani Gjurgjini edhe për këtë Iliri reagaj një mënyrë. Këto thënie Ledron i ben vetëm Karagjozët në rrugët e Korçës. Pra, thënie që i thret dikujt në emër dhe kthen kokën. Po, kishim një edhe... Këtë shaka më ka mësuar një shok nga Tropoja. Iliri bëhet për intelektual. Një shok nga Tropoja e bën teksta në shkollë. Ilir, të pyes, a ka të bëj reagimi yt, a ka të bëj... Ilir, si? Ja, shikotë. Ilir, a ka të bëj reagimi yt me faktin që... Mi pështirë, kjo kam njohë. Gjukojnë ata. Ilir, Puna se vras fare, ti meresh me mua. Të folon ty fare, pse breloj me këtë? Pse breloj me mua ti? Ilir, të pyes pak, a ka të bëj zgjedhja